duket se është investuar jo pak pra për këtë ngjarje, pasi nga kthyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë, duhet thënë në distancë, pasi në afërsitë të ngjarjes dhe në Berberhane nuk ka patur pra kamera sigurie për të patur një qasje të plotë të ngjarjes, janë vërejtur 2 automjete të cilat kanë marrë pjesë në atentat dhe në total ka dyshime për 7 persona të përfshirë. Në njërin prej makinave pra Audi të autorëve, 2 persona kanë dalë dhe kanë qelluar me breshëri plumbash në drejtim të Berberhanes, madje plumbat për shkak të iniciativës kaq të madhe pra për qelluar në drejtim të Shinjestrës, kanë kapur edhe biznese të tjera, çfarë nënkupton dhe sheh agresivitetin pra që ishte marrë në rastin konkret nga ana e atentatorëve. Janë larguar në drejtim të autostradës që të çon në drejtim të Tiranës, por kjo nuk do të thotë që kanë mbritur në Tiranë, pasi nga atje deri në kryeqytet ka dhjetra, ndoshta qindra deviacione apo rrugë të cilat mund t'i kenë ndihmuar pra autorët për të shpëtuar dhe për të larguar vëmendjen. Deri më tani, siç klasikisht jemi parë pra për të parë automjete të djegura, nuk është gjetur nga ana e policisë si në afërsi apo edhe në distancë pra të 2 automjeteve, çfarë nënkupton se mund të jenë fshehur pra në ndonjë ambient që nuk ka pikasje të njerëzve apo të kamerave të sigurisë.